Komedia Pleqëri me kusure është shfaqur suksesshëm në fundjavë në Teatrin Mbylljes të Fierit me regji të Eliona Thomarajt dhe një kast të përzgjedhur aktorësh. Shfaqja solli në skenë realitetin e moshës së madhe shqiptare me sfidave, humorit dhe ndjeshmërisë. Në rolet kryesore Astrid Hasani, Mjola Sitaj dhe Klajdi Marku. Kjo vepër teatrore trajtoi me mjeshtri jetën dhe përditshmërinë e të moshuarve në Shqipëri, duke hedhur dritë mbi problematikat dhe bukuritë e moshës së tretë. Në një atmosferë të ngrohtë dhe plot emocion, aktorët u përpoqën të sillnin realitetin shqiptar, por dhe mesazhe të thella shoqërore që prekën publikun. Karakter më shumë në gjithë personazhet tuaja, por ndërkohë edhe sot teatri përsëri të shqip-shqip. Jam jashtëzakonisht i kënaqur njëherë me publikun e Fierit, që gjithsesi shkon në traditën e lashtë, po themi gati 60 vjeçare që e mbush këtë sallë. Pak frikishëm në fillim, sepse fundit ishte një pjesë pak sa specifike për sa i përket edhe pensionistëve. Edhe them se paralelisht mos vinin vetëm pensionistë, por jo çuditërisht salla ishte me të gjitha moshat, paktën edhe mesazhet që ne shpërndajmë nëpërmjet veprës është edhe për të rinjt, sigurisht edhe me dhimbjen që mosha e tretë në përgjithësi vuan. Por edhe me humorin e këndshëm të përditshmes, dashuria edhe me humorin, me situatat që gjithsesi nuk shpëtojnë në një komedi të mirëfillt shqip. Edhe unë duhet falenderoj në radhë pa regjizoren, sigurisht edhe autori i pari, Odise Plagu, tashmë një autor i mirë afirmuar në rang kombëtar, po edhe ndërkombëtar, edhe regjizoren e re të Vlorës, domethënë që bëri një punë të jashtëzakonshme mbi veprën, mbi neve si aktor. 1 orë e gjysmë 3 aktor. 1 orë e gjysmë 3 aktor. E lehtë nuk është, por gjithsesi ndjen kënaqësi kur figurat pak a shumë tani duke lënë minjan dhe modestin, kur figurat kanë filluar të ecin në rrugëtimin e tyre, në kanalin e tyre, atëherë kjo vërtet jep kënaqësi dhe ndihet lodhja. Aq më tepër që edhe mesazhet që shpërndan ishin mesazhe të fuqishëm. Të fuqishëm në sensin e përditshmërisë tonë, e vuajtjes së moshës së tretë, me gjithë hallet dhe problemet që ata kanë. Faleminderit juve. Ju faleminderit juve. Gjysmë teatri i fjalës. Domethënë shqip-shqip. 1 orë e gjysmë kënaqësi dhe emocione pafund të marra nga publiku. E kam shijuar shumë. Personazhi i femrës vetë mohuese shqiptare, ajo që kujdeset gjithmonë për të tjerët, edhe për më tepër kujdet me komshinë dhe me të shoqin. E ku ka më bukur? Nëna tona, halla tona, motra tona. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Ndërsa regjisorja Eliona Thomaraj ndan këndvështrimin e saj për shfaqjen dhe thekson rëndësinë e bashkëpunimit me trupën e aktorëve, ndërkohë që vlerëson shfaqjen dhe autori i fjerak Odise Plaku. Qytë një punë ritmike, dinamik me 3 personazhe, ishte e vështirë regjia dhe morët një duartrokitje sot nga publiku i Fierit që kjo ishte fal kujt. Kjo ishte fal të tërës. Gjithmonë teatri është një punë në grup. Asnjëherë nuk mund të thuhet që është fal dikujt. Është gjithmonë fal një grupi, plus edhe prapavia ata të padukshmit, por që bëjnë punën më të madhe, që neve të na jetë gjithmonë pronto gjithçka. Pra fal trupës dhe bashkimit dhe unitetit doli gjithë kjo punë e bukur. Është një regji që pati për ju befasi gjatë realizimit? Patjetër. Të bësh të 2 ambiente pa mure në fakt ishte e vështirë dhe neve siç e pat paralelisht kishim 2 jetë në 2 apartamente të ndryshme, por që këto nuk duhet të përplaseshin me njëra tjetrën, por të harmonizoheshin dhe të bëheshin pjesë e njëra tjetrës. Kjo ishte risi dhe them se ja dolëm. Të Fieri ju më prije. Edhe unë jam e mrekulluar. Jam shumë e mrekulluar nga spektatori fjerak. Faleminderit. Faleminderit ju. Mbrëmja teatrore u përcoll me duartrokitje të zgjatura të spektatorëve ardashës fjerak, që mbushën sallën e teatrit Mbylljes, duke dëshmuar edhe një herë fuqinë që teatri ka për të bashkuar breza dhe për të reflektuar mbi sfidat e përditshme të shoqërisë.